Përshëndetje të nderuar miq. Ja ku po vendosim komunikimin tonë nëpërmjet emisionit Auditor Arsimi. Po përpiqemi të rrokim sa më shumë problematika të cilat lidhen me arsimin dhe me kërkimin shkencor. Jo vetëm në Shqipëri, po përpiqemi që të heqim paralele me çfarë po ndodh edhe në vende të tjera të Europës, krizat që ato po kalojnë, si po munden ti amortizojnë, cilat janë problemet kryesore. Jo pa qëllim, pasi ne në këto momente jemi në një proces shumë të rëndësishëm. Shqipëria ka hapur të gjithë grup kapituit për një rrugtim të gjatë dhe të qëndrueshëm në Bashkimin Evropian, ndaj është me shumë rëndësi edhe riformatimi i arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Po kur flasim për standardet e Bashkimit Evropian, sot e gjithë Europa po vuan nga kriza e leximit tek të rinjt. A vjen kjo krizë e leximit si pasojë e teksteve në shkollë, në mënyrën se si jepet letërsia në shkolla, apo ka diçka të cilën ne nuk po e zbërthejmë dot? Unë, jo pa qëllim, kam zgjedhur sot si një mesazh për këtë emision, pikërisht këtë tekst të Umberto Ecos, i cili thot: ne po shohim sot të rinj të cilët lexojnë në shkolla më pak letërsi. Unë nuk jam aq idealist sa të mendoj se njerëzve që vuajnë, që nuk kanë çfarë të hanë, do t'u sjell lehtësim letërsia, por desha të nënvizoj se ata të rinj që kryejnë vepra kriminale, që vrasin shokun, që hedhin gur apo djegin, nuk janë bërë të tillë se i kanë prishur moralisht rrjetet sociale, interneti, ajo që ne themi sa herë kur ndodhin vrasje, bullizëm, kur ndodhin krime mes adoleshentëve që është bërë shumë e pranishme në shoqërinë tonë, ai thot, nuk është interneti, por është pikërisht sepse ata rinë jashtë gjithësisë së librit dhe atyre vendeve ku nëpërmjet edukimit dhe diskutimit do t'u arrinin reflekse të një bote vlerash që vjen prej librave dhe që të shpihet tek librat. Përse po braktisin të rinjt letërsinë? Përse po braktisin librin? Përse edhe në Itali apo në vende të tjera ndihet i njëjti fenomen? Ne ankohemi që probleme kanë tekstet tona të letërsisë, mënyra se si jepet letërsia në shkolla. A është i njëjti problem dhe i njëjti fenomen edhe në Itali apo në vende të tjera të Europës? Ne në fakt këtë analizë do ta bëjmë në dy pjesë të këtij emisioni. Në pjesën e parë do ta shikojmë në një analizë me një autor tekstesh, me një nga specialistët më të mirë që ka qenë në sistemin ton arsimor, që kanë ngritur politika për këtë çështje, por është edhe psikolog, pra ku lidhen së bashku studimet e tij për adoleshentët dhe studimet e tij për letërsinë. Dhe më pas, në pjesën e dytë të këtij emisioni, do të kemi një nga mësuesit, por edhe profesorët e nderuar, një emër i spikatur në kritikën letrare, doktorin e shkencave Lirim Sulko. Unë në këto momente ju propozoj kronikën parashtruese dhe më pas, në pjesën e parë, do t'jemi në një analizë të thukët me profesor Skënder Demalian. Kronika parashtruese dhe më pas, pjesë pas pjese me të ftuarit tanë në studio. Misioni i shkollës është të përgatisë brezin e ri për të ardhmen dhe ta formojë atë intelektualisht, emocionalisht dhe shoqërisht. Sipas studiuesve të huaj, për ta realizuar me sukses këtë gjithmonë duhet të ndryshojmë sistemin dhe mënyrën e të menduarit. Të parashikojmë qëllime reale për çdo lëndë, të planifikojmë objektiva konkrete, thon ato, dhe të motshëm dhe të realizojmë objektivat minimal të nxënit. Siç dihet, ky udhtim i pafund në formimin e të rinjve kërkon një të nxënës aktiv i cili nënkupton një angazhim të drejtë për drejtë të nxënësve në procesin e mësimit përmes veprimtarive që stimulojnë mendimin kritik dhe bashkëpunimin. Kjo metodë, thon studiuesit, ndihmon në rritjen e përqendrimit dhe motivimin e nxënësve, duke i bërë ata të ndihen pjesë e procesit mësimor. Siç dihet, procesi të nxënit ka disa faza: leximi i tërësishëm i përmbajtjes së librit dhe rëndësia e tij për kuptimin e mendimit kryesor, formulimi i pyetjeve të sakta për nxënjen e përmbajtjes së librit, si dhe rileximi dhe të nxënit duke riprodhuar përmbajtjen e lexuar sipas përgjigjeve dhe pyetjeve të parashtruara. Sipas një studimi të profesor Skënder Demaliajt, ai nënvizon se në dokumentat zyrtar të shkollës holandeze shkruhet: ndihma për nxënësit me vështirësi për të nxënë është një moment shumë i rëndësishëm në programet mësimore. Së dyti, shkolla në mënyrë sistematike duhet të mbajë shënim për përparimin dhe zhvillimin e të gjithë nxënësve dhe mësuesi të ketë një përkujdesje shtesë për nxënësit me vështirësi në të nxënë. Dihet se shkolla ka një plan të veçantë të trajtimit të nxënësve që kanë nevojë për kujdes të posaçëm, por themeli i suksesit të mësuesit është aftësia e tij për të
përcaktuar dhe arritur qëllime të mundshme. Pra të kesh sukses do të thotë të vendosësh objektiva realiste dhe ti arish ato. Të gjitha këto sa parashtrua më lart nuk është se i mungojnë shkollës tonë, por siç dihet, ne kemi një problem shumë të madh për sa i takon pikërisht rezultateve të nxënit. Çfarë ndikon tek rezultatet jo të duhura tek nxënësit të cilët nuk kanë arritjet e duhura? Siç dihet, aftësia për të mësuar nuk është diçka që përcakton një pafësi për të përvetësuar, po thjesht, thon studiuesit, është refuzim për ta mësuar atë. Tërheqja ndaj saj duhet të ndihmojë nxënësit si një katalizator i suksesit. Nxënësit duhet të jenë të motivuar në mësim dhe motivacionin e të nxënit e përbën dëshira, vullneti, nevoja, interesi, aspirata, qartësia e qëllimit. Por si duhet dhe çfarë duhet të ndikojë pikërisht që të arrisë këtë nxitje dhe këtë motivim të nxënësit? Pikërisht mësuesi, një mësuesi i përgjegjshëm i cili gjykon lidhur me pyetjet kryesore që ai ngre në klasë, por ka dhe faktorë të tjerë si që ndikojnë në rezultatet e nxënësve që janë emocionet që kanë një kategori nxënësish, vetbesimi i tyre është i ulët apo i lartë, vështirësitë në mësim apo lehtësia që kanë disa të rinj për të mësuar, presioni moshatarëve, shkollat jo efikase, një sistem edukimi efikas ose jo efikas, konfliktet ose edhe mosmarrveshjet në familje. Por përtej kësaj panorame të sistemit ton arsimor, ne do të ndalemi tek mësimdhënia e letërsisë në shkolla, aty ku edhe përthyen të gjitha këto faktorë të cilët ne i analizuam më lart. E pra të dashur miq, ne në këtë pjesë të emisionit Auditor Arsimi do fokusohemi tek letërsia. Por letërsinë në funksion të ngjarjeve të cilat kanë ndodhur kohët e fundit dhe kanë shokuar opinionin publik në Shqipëri. Adoleshentë të cilët vrasin njëri tjetrin, ku krimi nis dhe gjeneron nga rrjetet sociale. Janë bërë emision pas emisioni, qoftë në radio televizionin shqiptar apo në kanale të tjera televizive, por ne duam ta trajtojmë nga një këndvështrim tjetër, të një analize në thellësi çfarë po ndodh me këta adoleshent, ku të nisur nga incidente të krijuara në rrjetet sociale, thuhet se rrjetet sociale, internet, inteligjenca artificiale po krijon një botë paralele te këta adoleshentë që po i çon në këto krime. Por përgjigjen, në fakt, na jep Umberto Eco, i cili jo vetëm na jep përgjigjen, por na adreson edhe tek tema që ne do trajtojmë sot në Auditor Arsimi. Përpara se unë të prezantoj profesorin që kam të ftuar në studio, do desha t'ju lexoja këtë shprehje të Umberto Ecos. Ne sot po shohim të rinj të cilët lexojnë në shkolla më pak letërsi. Nuk jam aq idealist sa të mendoj se njerëzve që vuajnë, që nuk kanë çfarë të hanë, do t'u sjellë lehtësim letërsia. Por desha të nënvizoj se ata të rinj që kryen vepra kriminale, që vrasin shokun, që hedhin gur apo djegin, nuk janë bërë të tillë se i kanë prishur moralisht rrjetet sociale e interneti, por sepse rinë jashtë gjithësisë së librit dhe atyre vendeve ku nëpërmjet edukimit dhe diskutimit do të arrinin reflekse të një bote vlerash që vjen prej librave që të shpije tek librat. E siç thoshte Aristoteli, nderimi i virtytit, evidentimi i vlerave të largon nga kriminaliteti. E pikërisht për të shkuar te vlerat, ne do të shkojmë dhe për të hapur atë botën tek letërsia. Këtë dimension leximi ma ka dhënë nëpërmjet veprave të tij, të cilat unë i kam në dorë, profesor Skënder Demaliaj. Ai është studiues i psikologjisë, studiues i letërsisë, një nga pedagogjistët tanë më të mirë. E njeh shumë mirë arsimin para universitar dhe arsimin universitar. Ka dhënë mësim në Tropoj, pra në një zonë rurale që ne mund ta quajmë të vështirë por me talente, por ka dhënë mësim edhe në Tiranë. Ka qenë pjesë e institucioneve arsimore, politik bërse, por gjithashtu edhe aty ku edukohet brezi i ri. Askush më mirë nuk mund t'i rokte këto tema me një filozofi të veçantë, atë që ne diskutojmë për të shkuar tek mendimi logjik me të cilën i afrohemi dhe përvetësojmë letërsinë dhe më pas sjelljet. Që kështu unë, profesor Skënderi, të falenderoj, së pari që më pasuruat me veprat tuaja, së dyti kemi të njëjtin këndvështrim, kemi një pikprerje në mënyrën e të analizuar i qoftë të letërsisë apo të fenomeneve psikologjike dhe së treti që pranuat ftesën për të qenë Auditor Arsimi. Herë të falenderoj ju.
Ne kur bëm javën e orientimit të studentëve të ri, patëm fatin që ju erdhët e në bat një leksion të hapur. Ne kishim zhvilluar edhe leksionet e tjera, po faktikisht leksioni ju i lambresa edhe tek pedagogët, edhe tek studentët. Edhe unë të përshëndes edhe të uroj gjithat mirat, dhe njëjtën kohë të presim të vish prap në bësh bisedat e tjera. Faleminderit, profesor. Unë në fakt do të propozoja që ne mund të bënim një leksion të hapur të dy bashk, sepse duke lexuar veprat tuaja, kuptova që ne kemi shumë pikë takime me filozofinë time me të cilën unë trajtova në atë leksion të hapur me studentët e universitetit tuaj, por dhe me atë çfarë ju keni trajtuar në këto libra. Së pari në formimin logjik dhe të lexuarit logjik, të krijuarit të mendimit logjik mbi leximin e letërsisë, por edhe tjetra tek formimi i të rinjve me pluralitetin. Pra, të kuptosh pluralizmin, të kuptosh të ndryshmin tek tjetri, kjo e bën një shoqëri më të mirë edhe ul edhe mjaft prej këtyre problemeve për cilat ne flasim sot. Profesor, ndalemi pak, ju keni analizuar mësimdhënia e të menduarit në letërsi. Jo e të menduarit mua më ka goditur, se nuk e kam lexuar. Është një këndvështrim i ri që unë e kam parë. Pse e bëra këtë? Sepse është krijuar mendimi që vetëm nëpërmjet fizikës, nëpërmjet matematikës, nëpërmjet filozofisë e të tjerë mund të realizohet, ose logjikës mund të realizohet të menduarit logjik. Jo nëpërmjet letërsisë. Po në fakt edhe nëpërmjet letërsisë është shumë e rëndësishme. Sepse aty është bota psikologjike e njerëzve, janë ngjarjet që trajtohen në këndvështrimin e mënyrë artistike e tjerë, prandaj ajo është shumë e rëndësishme. Atë blesh fatkeqësi për ne që edhe në shkollat e larta, edhe në shkollat e mesme kjo lën logjika që i përgatit nxënësit për të mësuarit logjik, për të mësuarit kritik, për të mësuarit krijues nuk bëhet. Profesor, mua më pëlqen sepse teksti i parë që kam në dorë është mësimdhënia e të menduarit në letërsi, që është ky tekst. Të dyti, kemi poemin kosovar Në pendën e Mitrush Kutelit. Dua të vazhdoj poezi për gjuhën shqipe, që duket sikur është një tekst që profesori ka bërë poezi për gjuhën shqipe, po unë do t'ju shpjegoj, dhe të nxënit aktiv në lëndën e letërsisë. Por edhe poemi kosovar, edhe poezi për gjuhën shqipe, edhe në këto dy tekstet e tjera, ju merrni dhe analizoni format me të cilën mësuesit e letërsisë u shpjegojnë letërsinë nxënësve. Çfarë ka dashur të thotë autori, ku vendosen ngjarjet, cila është tema, narrativa, stili, të gjithë. Çfarë e bën të veçantë në filozofinë tuaj të krijuarin e mendimit logjik në letërsi? Nisur nga një pedagogji klasike që ne shohim në dhënien e letërsisë. Për të realizuar këtë, ne duhet kemi në radhë parë mësues të kualifikuar. Po mësues edhe që kanë lexuar dhe që vazhdojnë të lexojnë, që ndjekin interesat e moshave ku ata japin mësim, dhe në të njëjtën kohë ne duhet kemi edhe tekste që të realizojnë këtë. Fatkeqësisht tekstet tona nuk realizojnë këtë. Po të shikojmë për shembull tash tekstet e letërsisë, ato janë analizat të thata, skematike, atje, që nuk japin asgjë. Mendohet që nxënësi ose studentët do të lexojnë veprën e do të arrijnë të analizojnë atë, po jo, nuk realizohet kështu. Ne kemi pas tekste edhe më para, kanë pasur ato defektet e vera. Nga defektet kryesore ka qenë politizimi i këtyre teksteve. Po amon në aspektin metodik, metodologjik, edhe në aspektin e aparatit pedagogjik kanë qenë më të mira. Pra, në qoftë se i hiqnim atë, e ka quajtur profesor Gazmend Leka, në qoftë se i hiqnim atë batanien politike, tekstet apo kurrikulat kanë qenë solide më përpara, apo jo? Kurse tani besoj kjo gjë nuk po flas pasaj përformimin gjysor që është shumë i mangët. Edhe gjua, në shkollat e mesme bat, në mënyrë krejt skematike dhe nxënësit, përfitojnë shumë pak prej saj. Prandaj ne kur studentët ose nxënësit i futin për të bërë detyra kurse e tjera, ata nuk dinë të shprehen, aq më keq që nuk dinë shkruajnë. Kjo është e tmerrshme, nuk dinë shkruajnë. Edhe kjo ka ndodhur pikërisht se u ka munguar ai formimi logjik në lëndën e letërsisë dhe në lëndën e gjuhës. Dhe nuk janë parë të gëshëtura, edhe në funksion të njëra tjetrës,
Po të shikosh programi, domethënë është sikur gjua dhe letësia s'kan bëjnë fare me njëra tjetrën. Profesor, pse ju thash që ne kemi të njëjtën pikë takimi, ju e shikoni mungesën e formimit të mendimit kritik apo të mendimit logjik nëpërmjet leximit të letërsisë. Mua më shqetëson që studentëve kur vi në universitet u mungon ky lloj mendimi në lëndën e komunikimit. Sepse në momentin që përpara se ne të komunikojmë dhe të jemi komunikues të mirë, të bindim apo të informojmë të tjerët, gjëja e parë nis nga mendimi. Kjo ndodh, me të drejtë e theksoni, dhe shumë e rëndësishme kjo që po theksoni ju, po kjo ndodh se në orët e letërsisë nuk ka diskutime, nuk ka debate, nuk tërheqet mendimi i gjithëve, nuk zhvillohet mësimi mbi bazën e këtyre metodave të reja bashkëkohore didaktike, të diskutimit, të konkursit, të debatit, ashtu. Po, mësuesi thotë, dil ti, fol për këtë aty, një vlerësim, shpjegon lëndën, gjatë shpjegimit të lëndës, nxënësi nuk shihet edhe si objekt edhe si subjekt që të tërheq mendimin edhe të tyre. Njëkohësisht nxënësit më përpara nuk e kanë lexuar librin dhe nuk kapin shumë mendime për këtë, edhe mungesa e dëshirës e leximit të librave, pastaj e bën orën shumë të thatë, skematike dhe nuk realizon kurrë të menduarit edhe të mësuarit logjik. Profesor, këto informacione që ju po artikuloni, janë edhe si pasojë informacioneve të fundit të marra se çfarë ndodh në sistemin ton arsimor, apo që ju i përthyeni nëpërmjet kulturës së formimit që shfaqin studentët me të cilët keni në klasë. E di pse u a bëra këtë, ju keni qenë pjesë e sistemit ton arsimor dhe ajo çfarë mua më ka bërë përshtypje në studimet tuaja, ju e citoni shumë bukur, bëni një lloj dallimi që realisht te ne është i dukshëm mbi kulturën dhe mënyrën e mësimdhënies në shkolla rurale, në zonat rurale dhe tjetër në shkolla për shembull të kryeqytetit. Edhe aty. Unë kam pasur rastin që kam dhënë mësim tropoj. Nuk mund të them që nxënësit atje dhe mësuesit nuk kanë qenë në nivelin e dur. Atë shkolla ka pasur edhe elemente pozitive. Dhe ka pas, fakti që kanë nxjerrë talente tregon që ka pas edhe mësues të mirë, por ka pas edhe nxënës të mirë. Atje. Kam dhënë pasaj mësim tek gjimnazi Petronini, një nga gjimnazet më të mira. Më të mira në Tiranë, Petronini në Tiranë. Edhe unë bëja dallimin. As më tepër sot është ky dallim shumë më i madh. Pikërisht, prandaj po them. Edhe dallimi lidhet pikërisht me faktin, me nivelin e mësuesve, lidhet me komunitetin ku jetojnë këta fëmijë, me librat që lexojnë më shumë dhe me bibliotekat që kanë dhe me mungesën e bibliotekave, me infrastrukturën në tërësi që është në nivelit më të lartë, po dhe me interesat që kanë nxënësit shumë më të larta se sa ata hajde të marrojmë një shkollë etj. Unë kam pas për shembull, edhe kam dhënë mësim nxënës që kam pas talenta, për shembull kam pas Arela Xhoxhen. Ashtu, ata Arban Osmanin, bje fjalla. Kam pas atë këngëtaren Eneda Tarifen, dhe shumë talentet e tjera që ka. Ashtu. Motivimi, për mua, të mësuesi është një element shumë i rëndësishëm. E them këtë. E them këtë për faktin që unë duke ardhur nga një shkollë rurale, një shkollë në kryeqytet, ashtu motivimi më është shumë i madh. Nxënësit kishin nivel tjetër dhe kërkonin ata dhe për të përgjigjur atyre duhet të punoje, duhet të studioje më shumë sepse ngele si mësues atje. Përveç kësaj, unë pata mundësinë dhe rastin që punova me Institutin e Studimeve Pedagogjike atë me kualifikimin e mësuesve, edhe që njoha më mirë problemet që kanë mësuesit edhe ku kanë dobësitë edhe problemet që lidhen me letërsinë, po njëkohësisht pata një mbështetje të madhe shumë për të shkruar, për të botuar tek revistat shkencore të Institutit Pedagogjik. Dhe ata duke më nxitur mua, duke thonë profesor, na sjell diçka, bëjmë diçka, mua më nxitën për të punuar. Ashtu, dhe punova shumë më tepër. Unë me këtë rast faktikisht do ta falenderoja ashtu nëpërmjet këtij emisioni ata përgjegjësin e këtyre kurrikulave për letërsinë që kanë qenë, domethënë edhe që kanë ndihmuar, domethënë jashtëzakonisht, domethënë gjithë ata persona atje që kanë punuar dhe na kanë ndihmuar ne ashtu. Kështu që motivimi
është një element i rëndësishëm. Profesor, ne folëm pak përpara se të nisnim bisedën për një kulturë formimi në shkollat e mesme në Kosovë mbi lëndën e logjikës. Dhe mua realisht më ka tërhequr sepse kam punuar mbi ato tekste që bëheshin në gjimnazet e Kosovës. Tek ne, logjika duhet bërë si lëndë më vete të punohet, apo është shkrirë në për tekste të ndryshme që t'i ndihmoj të rinë të krijojnë logjikën, apo kurikula sot e re është ndërtuar në mënyrë të tillë që ndihmon të riun apo nxënësin të krijojë mendimin kritik duke u bazuar te logjika. Do të ishte më mirë një kombinim i të dyave. Edhe ta bëjmë si land, pa e mbi ngarkuar, ashtu, po që të marrin konceptet bazë, edhe njëkohësisht në të gjithë kurrikulat tona, domethënë të hyjë si element të rëndësishëm, domethënë të mësurit logjik. Ne kur flasim për kurrikulën, kam rastin për shembull që jap tek dega e mësuesisë kurrikulat, domethënë duke dhënë tek Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë apo jo? Duke dhënë ata, domethënë jam në kontakt më mirë me këtë ashtu, po kurrikula ka parasysh domethënë programet mësimore, planet mësimore dhe tekstet mësimore. Ashtu, tekstet mësimore prap çalojnë, edhe jo vetëm për tërsinë, por edhe për lanet e tjera. Nuk i përgjigjen pikërisht këtyre kurrikulave edhe nivelit që kërkohet sot, edhe zhvillimet teknologjike, politike, sociale, pedagogjike, psikologjike, sepse ka një zhvillim të jashtëzakonshëm. Edhe një ditë nëse mbetesh mrapa nuk e arrin më atë ditë. Edhe kështu është edhe problemi i mësuesit. Nëse ai një ditë nuk lexon, një ditë nuk është i ndënjuar që të japë mësimin në nivelin më të lartë, ngelet mrapa. Dhe i bën vetes dëm, po i bën edhe shoqërisë. Në këtë emision, do t'i propozojmë dhe një intervistë ekskluzive nga Graci i Austrisë me profesor Paul Fürnschuss, pedagog i letërsisë gjermane dhe i filozofisë, i cili sjell përvojën e tij të gjatë në mësimdhënien e letërsisë në Austri. Një bashkëpunim ky me Institutin Albanologjik në Graz, me mbështetjen e Fatos Kryeziut dhe profesor Wilson De Marcot. Qëllimi i një ore letrare është që nxënësit të motivohen për të lexuar. Në parim, përpiqem të përfshij ata në përzgjedhjen e materialit letrar, që do të thotë se nxënësit kanë një farë të drejtë fjale në atë që lexojmë së bashku. Natyrisht në ciklin e lartë, kur bëhet fjalë për letërsinë e kanonit, që duhet patjetër të lexohet, ka më shumë udhëzime dhe kufizime, ndërsa në ciklin e ulët ekziston më shumë liri në zgjedhjen e leximeve. Nga ana metodike më pëlqen shumë të punoj edhe me tekste të modernizuara. Kjo do të thotë se kur trajtojmë vepra klasike, nuk punojmë vetëm me tekstin origjinal, por edhe me versionet e përshtatura për kohën e sotme. Për shembull, tekste nga epika obortare si Tristani dhe Izolda, apo versionet të modernizuara të Romeos dhe Julietës. Një aspekt shumë i rëndësishëm për mësimdhënien time të letërsisë, ku vendos edhe theks personal, është loja dhe paraqitja skenike. Ne luajmë skena dhe i rikrijojmë ato. Nxënësve u kërkohet që për skenat të caktuara të shkruajnë edhe forma të tjera tekstesh, si për shembull monolog të brendshëm në kulmin e ngjarjes. Çfarë po ndodh dhe çfarë po mendon personazhi në atë moment. Ata shkruajnë gjithashtu letra drejtuar personazheve të librit apo edhe vetë autorit. Skenat shpesh i realizojmë edhe në mënyrë pantomimike, pra pa fjalë. Po ashtu nuk lexojmë vetëm tekste të modernizuara, por i modernizojmë edhe vetë ato. Për shembull, prralla ose fabula që nxënësit i rishkruajnë dhe i përshtatin në gjuhën e të rinjve. Këto janë, në thelb, metodat me të cilat përpiqem ta bëj letërsinë më tërheqëse. Sa të pëlqen lënda e letërsisë? Lënda e letërsisë për mua është një lëndë shumë e veçantë dhe mendoj se më shumë njerëz duhet të fillojnë të merren me të, pasi me tani që po fillon të rritet teknologjia, nuk është se ka shumë njerëz që apasionohen pas saj, po se nga që është një lëndë që të zhvillon shumë trurin, imagjinatën, mendimin dhe thjesht të bën që të kuptosh më mirë se si punon jeta. Mua më pëlqen shumë lënda e letërsisë, pasi ajo është një lëndë vërtet interesante dhe më bën mua të kuptoj më shumë për botën dhe më pasqyron mendjen me fjalë të reja, duke më ndihmuar gjithashtu dhe në komunikim.
Si zhvillojnë diskutimet në klasë për libra që analizohen në tekstin shkollar? Ne zakonisht për herë kur marrim një tekst ose një tregim nga libri, si fillim për herë bëjmë leximin e parë ose ndryshe leximin njohës. Më pas fillojmë e lexojmë përsëri, ku fillojmë të nxjerrim figura letrare, detajet, edhe për të kuptuar më mirë se çfarë ndodh në tregim. Më pas fillojmë të kryejmë ushtrimet që janë në libër dhe sysha ne detyrat e shtëpisë dhe vazhdojmë ose me temë tjetër ose mbaron ore varet se si e shfrytëzojmë orën. Ne marrim zakonisht një tekst ose nga një libër ose një libër të tërë dhe mësuesja neve na pyet për këtë tekst, na pyet disa nga neve, nga 35 njerëz që jemi neve, na pyet shumë pak, rreth gjysma ose më pak. Në fillim bëjmë leximin njohës, më pas mësuesja jon na nxit neve duke na bërë ne të themi mendimet tona dhe duke u shprehur lirë për çfarë mendojmë dhe zakonisht mbasi shprehim mendimet, mësuesja na bën neve të kuptojmë më mirë thelbin e gjithë këtij leximi. Profesor, këto libra që janë një ndihmë shumë e madhe për mësuesit, a tërhiqen nga mësuesit, a keni ju një grup mësuesish që japin mësim në sistemin ton para universitar të këshillohen me këto libra? Unë nuk mund të them që i kam konsultuar të gjithë librat që janë didaktik në fushë të mësimdhënies së letërsisë dhe të gjuhës, por mund të them që jam lexuese e mirë e një pjesë të mirë të teksteve që më ka interesuar edhe për arsye të formimit tim shkencor. Ju një pjesë të mirë të informacionit kanë pika takimi me një pjesë të mirë të teksteve, por ajo që më bëri përshtypje, dallimi te tekstet tuaja është pikërisht kjo që lidhet me mendimin logjik. Kanë interes mësuesit ta lexojnë, ti konsultojnë këto libra, të krijojnë një filozofi? Do të bëj një hyrje lidhur me këtë që pyesni ju. Unë, kur erdha të Petronini, në vitin e dytë të letërsia pavarësisë, u gjendëm para faktit për poemen Kosovaret me të Shkotelit. Ashtu. Kishte hyrë në program, nuk është hyrë më para, nuk lejohej në mënyrë kategorike, bilese në shkollat edhe të shkollat e Kosovës nuk lejonin në mënyrë kategorike serbët këtë poem atje, dhe nuk kishte faktikisht asnjë informacion lidhur me këtë. Mirë, po unë duhet të shpjegoja nxënësve si të boja, të thashë që profesori nuk din, atëherë unë hyra dhe hulumtova në disa biblioteka. Dhe përfundimisht unë gjeta një botim që ishte bërë në shqiptarët e Amerikës. E mora këtë botim, e përgatita këtë librin që e kam, edhe edhash. Nëse të qenë shumë të kënaqur, dhe mësuesit e tjerë qenë shumë të kënaqur. Edhe drejtoria arsimore organizoi me mësuesit e letërsisë një aktivitet lidhur me këtë libër. Dhe për këtë libër pati interes edhe nga mësuesit, pati interes shumë edhe nga nxënësit. Pastaj, e librat e tjera, poezi për gjuhën shqipe, që janë libra kryesisht metodik, që të mësojnë se si mund të japësh lëndë. Poezit ju i keni zgjedhur janë nga ato që bëhen në shkolla, ndonjë nuk bëhet, apo dhe nga ato që bëhen në provim? Ndonjë, për shembull, supozojmë për shembull e Sabri Hamitit që e ka marrë aty, ashtu nuk bëhet. Po që të jatë përgjithsisht bëhen gjitha. Mua më bëri përshtypje se mënyra e formulimit të pyetjeve tuaja në analizë të këtyre poezive vinin në formën e hartimit të pyetjeve që vinë dhe në tezat e provimit të lirimit. I keni patur parasysh dhe këto për të ndihmuar? I kam shikuar një sër tezash dhe gjitha këto libra që unë i kam botuar dhe gjitha këto analiza që i kam bërë janë në funksion edhe të përgatitjes së maturantit për provimin e formimit. Sepse unë e njeh shumë mirë atë program, e njeh shumë mirë njëkohësisht edhe tezat që e japin atje. Prandaj ato gjitha janë në formim. Dhe kanë të dy librat, edhe poem kosovar e me të Shkotelit, edhe kjo poezi për gjuhën shqipe, kanë një aparat pedagogjik që mësuesi mund të shfrytëzojë shumë mirë për të realizuar orën e mësimit. I ka gatshëm pyetjet e detyrat, esejt që mund të japin etj mbi bazë me poem. Po kështu edhe nxënët e letërsisë, domethënë te komentet letrare, te analizat e veprave, tek ose të sis në përmjet, dhe më thonë, atyre projekteve që njësë si batu fara. Unë shkova atje të shkolla si
ta faj atër, edhe bom veprën e Shakespeare-it, ashtu nëpërmjet, domethënë, këtyre projekteve atyre, po që një orë nga më të bukurat, edhe zësit u aktivizuan shumë dhe doli nga më të bukurat që kishin. Këto ne faktikisht nuk e shfrytëzojmë fare. Po duke mos marrë me këto, nuk realizojnë formimin logjik. Ashtu ne duhet që nxënësit të nxitin të mësojnë, të lexojnë, të merren me punë të pavarura, të dinë të bëjnë detyra krijuese, të dinë të bëjnë esej, jo si se që i bëjmë sot ne që nuk e merr vesh se çfarë është, edhe pastaj mësuesi t'i udhëheq edhe t'i aktivizojë maksimalisht. Pa një aktivizim maksimal nuk realizohet formimi logjik. Profesor, unë tani dua të kaloj në një këndvështrim tjetër të bisedës sonë, sepse dëshiroj që këtë bisedë që hapëm së bashku për dhënien e letërsisë në shkolla, ta bëj në një bisedë edhe më të gjerë, duke pasur ju një ftesë të dytë në Auditor Arsimi me një grup pak më të gjerë të mësuesish dhe studiuesish të letërsisë. Unë e di që sot të rinjt po lexojnë gjithnjë dhe më pak. Na rezulton pavarësisht se në disa shkolla të mira kemi nxënës të cilët lexojnë, i kam pyetur, disa më thonë që kulturën e leximit e kemi pasë në familje, disa të tjerë thonë që ne kemi mësues të cilët na kanë çuar tek letërsia. Dhe kujtoj këtu që kur mori çmimin Nobel Albert Camus, nderimin për atë çmim ja bëri mësuesit të tij, i cili e kishte ndihmuar atë djalë me trauma të mëdha dhe pothuajse i braktisur të bëhej shkrimtar i madh që mori dhe çmimin Nobel. Pra, roli i madh i mësuesit, duke mos lexuar letërsi, profesor. Janë disa faktorë. Nuk është çështja thjesht vetëm kjo që e thekson. Do të thonë që thjesht kjo. Tradita familje luan rol. Një familje që ka bibliotekë patjetër që do ta nxitin atje. Po për mua shumë rol luan mësuesi i gjuhës letërsisë. Mësuesi që jep mësim në fillore dhe në 8 vjeçare. Unë për vete për shembull dashurinë për leximin që nuk mund të rri as ditë pa lexuar. Do thonë nuk mund të rri. Do thonë e kam të domosdoshme të lexoj. Unë për shembull e kam marrë nga mësuesi i letërsisë. Ka qenë një mësues shkodran, ashtu ai ka vdekur në Amerikë, ka vdekur një shefqet kraja. Ai ku erdhi për ta dhënë mësim ne, bashkë me ato plaçkat e veta solli edhe një sasi të madhe librash. Edhe dhomën ata e kishin pranë zyrës babait. Unë shkoja vazhdimisht të takoja baban edhe më takonte ai aty. Edhe thoshte mu hajde thotë merre një libër. Dhe më dha gjithë ato libra. Unë lexova librat letërsinë e lindjes, letërsinë e pamparësisë e shumë librat e tjera e lexova që në 8 vjeçare. Të them të drejtën, kur kam shkuar në gjimnaz në lëndën e letërsisë, unë gjithë ato libra që basha i kisha lexuar prej atij. Tu më të them me këtë që roli i mësuesit për të realizuar atë dashurinë për librin tek nxënësi është shumë i madh. Po njëkohësisht edhe i prindrit. Unë po jap një shembull konkret, domethënë që të bën përshtypje. Në Tropoj ishte njëri që kishte një bibliotekë shumë të madhe. Ka qenë disa persona që kanë pasur biblioteka të mëdha. Edhe libri thithej atje, sa dilte, po nuk e mora brenda ditës, nuk e gjej më. Në cilën periudhë, profesor? Në periudhën pranë 90-s. Nuk e gjej më. Sepse libri në atë kohë lexoi më shumë se ishte edhe dimension lirie, profesor. Ishte si frëngjit për të marrë ajrin e lirisë. Ishin shumë faktor. Dhe shitej atje. Dhe ai kishte një bibliotekë të madhe. Kur erdhi në Tiranë ai këtu, unë e pashi ditë atë te një rrugë këtu te rruga Don Bosco, kishte dalë për shiste librat. Nuk ishte ekonomikisht shumë mirë. Pse po ishte ti thashun. Tha po fëmijët tha nuk e lexojnë tha. Ata tha çati mbaj. Do të them këtë që ky prind për mua nuk e ka kryer detyrën. Librat i ka pas, po në faktikisht nuk ka realizuar dashurinë e fëmijëve të tyre për librat. Profesor, ju më kujtuat këtë që profesori juaj kishte dalë të shiste librat, mua më la një mbresë shumë të madhe dhe më duk si një metodë shumë e bukur për të çuar librin tek të rinjt. Pata fatin para disa muajsh të isha në Gjermani dhe të vizitoja shtëpinë e Friedrich Schillerit dhe kopshtin e tij. Ishte një nga gjërat më të bukura që kam parë, pasi rrotull kopshtit dhe shtëpisë së Schillerit
ishin godinat e disa fakulteteve, kryesisht të shkencave të natyrës, të fizikës, të astronomisë, të bioteknologjisë, të Universitetit Friedrich Schiller në Jena. Dhe studiusit apo studentët kur dilni në pushim, hyni në këto bord të mrekullueshëm aty ku kishte diskutuar Schilleri dhe Goethe, dhe që të tërhiqnin njerëzit për ta parë dhe të kishin interes për këtë kulturë të madhe të Gjermanisë, sepse Gjermania krenohet me Goethen dhe Schillerin, dhe për të çuar të rinj te libri, ata kishin tek dhoma kryesore e Schillerit libra të ndryshëm, të cilët u afalnin atyre vizitorëve që vinin të shikonin shtëpinë e Schillerit. Pra, shumë nga libra të vjetër, të cilët ne i shohim sot në rrugët e Tiranës, të ketë njerëz të cilët i shesim për një çmim të caktuar, shumë njerëz kishin falur bibliotekat e tyre, ja kishin bërë pjesë shtëpisë së Schillerit, ku i bënin dhurat turistit të merrnin dhe të lexonin një libër duke marrë nga shtëpia e Schillerit. Dhe këtë e thash si histori duke menduar që ndoshta dikë ngacmojmë që të krijojmë dhe këtë lloj kulture të librit. Kur unë e pash këtë rast, ashtu që më bëra shumë përshtypje, atje, unë kam 2 vajza, të them të drejtën, e kam edukuar me dashurinë për librin edhe për gjuhën që në fillim dhe jam shumë i kënaqur me to. Ashtu, jo thash babi, dëgjoni, ashtu, nuk e di, mund t'i mbani, mos i mbani librat. Ama në rrugë mos më dilni. Qojni, falni bibliotekës kombëtare dhe ka një koleksion nga Skënderberia edhe dikush i merr dhe i lexon ato. Ose një bibliotekë lagje e tjera. Po ama jo të dalë libre të shesit librit. Do thonë për mua, do thonë kjo tregon mungesë vlerash. Profesor, t'ju bëj një pyetje. Për të kaluar pak tani tek këto sjelljet agresive të fëmijëve, të sotëm që çojnë deri në grindje me humbje jete, me mjete të forta, apo me armë, apo me armë të ftohta. Ju përshkruani në këtë librin tuaj, Këndvështrime të reja, vizioni i ri në punën me adoleshentët, marrëdhënie problematike të mësuesve me nxënësit, të një pjesë, nuk mund të themi në total, të prindërve me fëmijët e tyre dhe kryesisht me adoleshentët, të cilët i mbajnë ftohtë, janë natyra, thoni ju, domethënë që duan të i ponojnë mendimin e tyre, u bërtasin, marrin masa, prindrit po, janë agresiv, nuk kanë një marrëdhënie që t'i bëjnë ata të krijojnë një dialog komunikimi. Kjo vjen si pasojë, po marrë në shkollë, për shembull, qoftë dhe në familje, se ju thoni që vjen dhe nga kultura e familjes që kanë ata ndaj leximit. Është kjo lloj kulture, ky lloj modeli që kemi ne të marrëdhënieve që janë krijuar, apo edhe se ka çaluar edhe një lloj formimi logjik me të cilën kemi shkuar te letërsia? Janë të dyja. Do ta filloj me këtë citatin që ju thotë. Ashtu. Do thonë, ai thotë që nëse një fëmijë do lexojë, do të jetë më pak agresiv. Dhe ne kemi vendet e Suedin, për shembull, Finlandën, Danimarkën, e këto ku ka pak krime. Ashtu, atë kanë bibliotekat më dha, lexojnë, janë nga popull që lexojnë më shumë e më shumë. Atë çfarë do thotë? Do thotë që e ka ndikuar. Atë. Do thonë mos leximi është një nga faktorët. Janë pasaj edhe këto marrëdhëniet e tjera në familje, në shoqëri, në komunitet e tjera. Unë aty kam dhënë, do të thonë që shembull dhe raste pse është rritë të dhuna. Dhe e kam shpjeguar në gjithë aspektet. E kam shpjeguar në aspektin politik, në aspektin psikologjik, në aspektin pedagogjik, ashtu, dhe kam shpjeguar në aspektin social. Fëmijët, për shembull, kur shojnë skena në parlament duke zënë njëri me tjetrin deputetët, ky është një ndikim negativ tek fëmijët. E rrit andalinën e dhunës, ose që ka më mirë. Ose për shembull mendimi e konceptit që ky që është i dhunshëm, ky është moj zoti, ky do të jetë modeli im, krijimi atyre kapobandave, një grupi atje që donë të ushtrojnë dhunë mbi të tjerët, që i tallin edhe që i goditin edhe fizikisht. Atje është një element i rëndësishëm. Po mua ka pa përshtypje fakti që drejtoritë e shkollave dhe mësuesët kujdestar merren shumë pak me këtë raste.
Dhe prandaj pasaj shpërthejnë atje, edhe ndodhin raste si ndodhi për shembull edhe tash në Shkodër, do thonë te gjimnazi. Po shenjaze juka. Do thonë të gjitha, domethënë ne po i shohim vazhdimisht këtu, ashtu. Unë them që fëmijët janë të dhunshëm, se shoqëria shqiptare është e dhunshme akoma. Ja, grundsätzlich Një pyetje e rëndësishme është se si të përfshihen të gjithë nxënësit dhe jo vetëm 2 apo 3 më aktivët. Në këtë drejtim, portofoli i leximit është një metodë shumë efektive, veçanërisht për nxënësit më të dobët, pasi llogaritet si pjesë e pjesëmarrjes aktive në mësim. Kjo u jep atyre mundësinë të përmirësojnë notën përmes leximit dhe rrit motivimin e përgjithshëm. Nëse synimi është që të gjithë të lexojnë, atëherë leximi mund të bëhet edhe bashkë në klasë. Secili nxënës lexon nga një faqe. Leximi i përbashkët, leximi bashkëpunues ose puna në grupe janë metoda që ekzistojnë dhe funksionojnë. Por çfarë ndodh me nxënësit që nuk e pëlqejnë leximin? Edhe këtu përzgjedhja e lirë luan një rol kyç. Ata lejohen të zgjedhin vetë çfarë të lexojnë sipas interesave të tyre. Për shembull, një nxënës që nuk i pëlqente leximi dhe që nuk gjeti diçka të përshtatshme në bibliotekë për portofolin e leximit, lexoi një libër informues për peshkimin. Edhe kjo është plotësisht e pranueshme. E rëndësishme është që ai të lexojë diçka. Nëse një herë arrin të gjesh diçka që të pëlqen ta lexosh, atëherë ky interes mund të transferohet edhe te libra apo tekste të tjera. Fillon të kuptosh se leximi mund të jetë interesant, se ekzistojnë tema që të tërheqin dhe ndoshta më vonë zbulon edhe fusha të tjera që të ngjallin kurreshtje. Kush merr më shumë pjesë në këto diskutime? E gjithë klasa apo vetëm një pjesë e nxënësve? Po, zakonisht vetëm një pjesë, normalisht se cili ka pasionin e vetë dhe mendimet e veta. Po zakonisht mund të merret ose gjysma ose ndoshta edhe pak më pak, se nga që jemi dhe klasë e madhe, nuk është shumë e lartë niveli i të gjithëve. Për mua varet se mund të ketë shumë lloje librash, disa që më pëlqejnë, disa që nuk më pëlqejnë. Ata që më pëlqejnë i lexoj me qejf edhe nganjëherë i lexoj edhe prapë. Varet nga teksti që marrim, sepse të gjithë kemi interesa të ndryshme dhe sipas interesave që kemi ne, varet dhe sasia e numrit që aktivizohet nëpër klasë, por në përletërsi gjithmonë aktivizohet pothuajse gjysma e klasës, pasi mësuesja na ndihmon ne të shprehemi. Si është marrëdhënia jote me librin? Të pëlqen të lexosh në kohën e lirë apo lexon vetëm në shkollë? Po, më shumë mund të lexoj në shkollë sesa në shtëpi, po normalisht kur të gjej kohën, unë për herë mund ta kap një libër në dorë, se nga që kam edhe sën me detyra dhe me problemet të tjera, me detyrat të tjera që kam për të bërë në shtëpi, atëherë nuk është se kam shumë kohë. Unë kam një marrëdhënie të mirë me leximin, më pëlqen të lexoj libra, madje ne si klasë kemi hapur edhe një klub leximi, ku aty bën pjesë rreth 15-14 veta dhe një herë në muaj marrim nga një libër të ri dhe në fund të muajit diskutojmë rreth atij libri. A ka vepra ose autor të tjerë që do të doni të lexonit, por nuk janë pjesë e programit të shkollës? Natyrisht që ka patur libra që unë kam dashur të lexoj, por nuk kanë qenë pjesë të sistemit shkollor. Po, tani s'po më vjen ndonjë në mend, po e mbaj mend që për herë kur shkoja në panajër me prindrit e mi ose me shkollën, për herë shikoja libra, kështu që më pëlqenin. Unë zakonisht lexoj vetëm tekste që na japin mësuesit në shkollë, por edhe libra jashtëshkollor. Po, ka libra të tjerë që mund t'i kem lexuar në shtëpi dhe më kanë pëlqyer shumë, por siç thash më parë, për këtij klubi të leximit, mësuesja na pyet neve për mendimet tona se çfarë libri duam të lexojmë dhe unë aty shpreh edhe libra të tjerë që dua të lexoj dhe kështu marrim një opinion të gjithë së bashku. Unë do sjell që të kuptojnë të gjithë ata që janë duke na ndjekur dy shembuj. Gëtja thotë që frikacakët, kur ndjehen të mbrojtur, bëhen shumë të rrezikshëm dhe agresiv.
që do të thotë që nuk është i fort ai individ që përdor dhunën. Ndërkohë, ka një komunikim shumë të bukur midis Franz Kafkës dhe Gustav Janosch, i cili Gustav Janosch ka qenë një djalë student në atë kohë, babai i tij punonte me Kafkën në post, dhe një ditë teksa kishin lënë takim Gustav Janosch me Kafkën, duke ardhur rrugës, pati një përzierje në stomak dhe ndalet në një nga ato urat në Prag dhe tenton të nxjerrë ushqimin jashtë. Aty kalon një çift të moshuarish dhe fillojnë ta sulmojnë duke thënë që ja, kjo është rinia e sotme, që pi, që nuk ka moral, dhe ja se si ka ta ndiset në për ura duke bërë këtë lloj veprimi. Dhe Gustav Janosch mbeti i tronditur dhe shumë i shqetësuar, shkon dhe takon Franz Kafkën dhe i thot, sot jam shumë i shqetësuar dhe më duk sikur më rënua i gjitha ajo godin që kisha ngritur brenda vetes, sepse dy pleq më fyen, më shanë dhe unë nuk reagova. Dhe përgjigja e Franz Kafkës ishte, ke bërë shumë mirë, sepse në mos reagim dhe në heshtjen që ti patë ndaj atij reagimi, ka më shumë forcë se në qoftë se ti do të kishe kundër reaguar. Pra në qoftë se ne u japim këtë lloj mesazhi ku forca qëndron tek mënyra e qëndrimit, e heshtjes aty ku duhet bërë, duke vënë veten tek vendi i tjetrit, do të kuptojmë që forca është tjetër kund, nuk është tek arma apo tek agresiviteti. Studimet psikologjike, që kanë studiuar rastet e këtyre njerëzve të dhunshëm, kanë atë në përfundimi se nëse në një familje ka dhunë midis burrit edhe gruas, atëherë edhe ky kur të martohet do ta trashëgojë dhe do ta çojë edhe ky dhunën, ta transmetojë dhunën. Do të thotë që është shumë e rëndësishme edukimi kundër dhunës në familje. Dhuna mund të shfaqet në aspektin psikologjik, në aspektin, domethënë, edhe si dhunë psikologjike, edhe si dhunë fizike. Unë kam pasur për shembull të kape edhe të komunikoj në aspektin e psikoanalizës me fëmijë ose të rritur që kanë pas trauma psikologjike. Dhe ato gjitha kanë një shkak. Dhe shkaku është pikërisht dhuna. Është ushtruar dhunë ndaj tyre që në moshë të re, dhe tani ato shfaqen dhe shprehen. Prandaj, po nuk punoj shkolla, familja, gjithë komuniteti, shteti, ashtu, po nuk realizua një politikë kombëtare kundër dhunës, ne do kemi prapë dhunë dhe raste të tilla fatkeqësisht të vjen keq kur shoku ka thërë fëmijën dhe fëmia vdiq. Profesor, ajo çfarë mua më ka bërë përshtypje që i mungon shoqërisë shqiptare dhe që ne më shumë shohim të artikuluar dhunë se vlera, është se ne as në institucione, as në institucionet shkollore, edhe në familje, shumë pak e përdorim metrin matës të vlerës dhe të evidentimit të vlerës. Unë pash një dokumentar të realizuar në ditën që Presidenti i Republikës me propozim nga kryeministri shqiptar Edi Rama dekoruan me urdhrin e flamurit disa prej personaliteteve të kulturës shqiptare. Po, një nga fjalit në dokumentar që më mbeti në mend ishte nderimi i virtytit ul kriminalitetin. Ne themi ne që ai thotë, unë thotë do bëj para shpejt, thotë, shoku jemi ka berë, thotë, atje thotë, do hy të rruga e krimit, do hy të rruga e prostitucionit, do hy të rruga e drogës, e tjerë, ashtu. Atëre, gjithmonë thotë, ky që ka lek shumë, pavarësisht se si ka fituar këtë lek, ashtu, ky është më i miri, ky është modeli. Jo ky që ka virtytet dhe që është larg këtyre problemeve të dhunës. Për sa kohë ne, domethënë, nuk do të kundërvihemi këtij modeli, ashtu. Dhe nuk do të vlerësojmë modelin e virtytit, prapë do kemi. E ndihmon letërsia, e zbut këtë klim dhune dhe të krijoj modelin e evidentimit të vlerës, profesor? Shumë. Sidomos po të kemi parasysh veprat klasike, ashtu që kanë qenë vepra vërtet që e realizojnë virtytin, se sot edhe letërsia është bërë komerciale, që më thonë, ashtu, një letërsi që të tërheqin lexuesin, ashtu, sensacional tjetë, dhe më thonë, atje. Po ato vepra të autorëve të mëdhaj,
veprat e Shakespeare-it, si nuk e realizoi virtytin. Ku ka, për shembull, tek Hamleti, ashtu, tek Otello, tek Romeo e Julieta, gjitha ato janë kundër vesit dhe që realizojnë virtytin. Ku ka më mirë, për shembull, që nxënësit të njohin këto vepra, të diskutojnë këto vepra e të lexojnë këto vepra. Po kështu të Balzaku, të Hugoj, ashtu, do të thonë, tek Hemingway, e gjithë po të kemi parasysh, do të thonë, atje. Mirë po, që ndodhë, në tekstet tona, edhe në letërsisë, e kam fjallën në, putën edhe autor që nuk du t'jenë, faktisht. Nisur nga interesat që ka, do thonë, botusi, nisur nga interesat që ka ai drejtuesi që është lartë, nisur nga interesat ka herë edhe politike, etj. Unë për shembull kam qenë në një grup që vendosim, dhe më thonë, literaturën artistike që do të futim shkollat e mesme. E lija që presjoni kishim. Presjoni kishim nga shpirt botusës, sepse donin ta ketë librin që të fitojnë ai. E kishim nga edituesit lartë, e kishim nga politika, e kishim edhe për interesat tjera meskine, se thoshte futë librin tim që t'japë dhe unë diçka, etj. Do më thonë, bëjnë një luftë e madhe për të futur vlerat të këtë letërsi, dhe jo libra që nuk e meritojnë. Profesor, unë fakt nuk dua ta zgjas më, ju i keni vënë pikën me një plag shumë të madhe të shoqërisë shqiptare, por edhe të sistemit tonë arsimor, në mënyrën se si përzgjidhen veprat e mira, në mënyrën se si përzgjidhen njerëzit, sepse kështu përkthehet kjo, ata me vlera dhe ata me miqësira. Unë në fakt e mora këtë ngacmim sot, duke u nisur nga këto vepra tuaja, sepse kisha shumë dëshirë që t'i shikoja të lidhura të gjitha bashkë. Por unë kam shumë dëshirë që juve t'ju kem në 2 emisione, së pari për të diskutuar mbi një zhvillim që duhet të marrin tekstet e letërsisë, duke u nisur nga ky teksti juaj mbi mësimdhënien e të menduarit në letërsi, sa kjo shprehet në kurrikula dhe në tekstet e reja, dhe së dyti në një diskutim të gjerë edhe për çështjen e sjelljes së adoleshentëve, ku dhuna që ata prodhojnë niset nga fjala. Fjala në familje dhe fjala në shkollë. Edlira, fakti që ti ke ndaluar shumë të kjo mësimdhënia, kjo është një libër i vogël fakti. Nuk është një libër kush. Po, nga njëherë gjërat e mëdha nuk rrin tek gjërat voluminoze, rrin tek gjërat e thjeshta. Çmimi Nobel kanë marrë edhe me një poezi, ashtu do thonë, atje. Kjo tregon domethënë formimin tuaj edhe inteligjencën tuaj tek librat. Pse du ta them këtë? Ashtu. Këtu në Shqipëri nuk ka pas shumë përshtypje ky libër. Po në Kosovë, ashtu, unë duke parë programet, se do të në një programet, duke parë programet atje, unë gjeta që në një universitet në Kosovë, këtë libër në lënën e letërsisë, tek metodologjia e mësimdhënies e kishin futur si literaturë bazë. Kjo ishte kënaqësi e madhe shumë për mua. Profesor, unë e kam thënë dhe herë tjetër dhe do ta them gjithmonë që cilësia nuk është kurrë sasi. Një nga ngjarjet më të bukura që lidhet me një nga shkencëtarët më të mëdhenj të shekujve, mund ta quaj, sepse i ka kaluar të gjitha kohrat, siç ishte në fillime që vuri bazat Isaac Newtoni, dhe më pas që revolucionoi teoritë e Newtonit Albert Einsteini, në kohën që po ndodhte ky ndryshim në Britaninë e Madhe dhe po vinte aroma Albert Einsteinit, një prej studiusëve që më pas u bë edhe miku dhe vërtetuesi teorisë Albert Einsteini, Eddingtoni, kur shkoi në bibliotekën e universitetit të tij dhe kërkoi veprat e Albert Einstein, ti studionte dhe të kuptonte cili është ky që po merret me teorinë e relativitetit, bibliotekarja i dha vetëm një libër kështu të hollë dhe të vogël dhe i tha urdhëro. Tha m'fal, tha, unë kërkova veprat, po ne tha vetëm këtë vepër kemi. E pikërisht nga një vepër e tillë, ne sot kemi edhe bota pati Albert Einsteinin. Që kështu, profesor, unë ju falenderoj nga zëmra. Më keni pasuruar dhe thash, u ndjeva shumë mirë se duke lexuar veprat tuaja, patëm shumë pika takimi. Dhe duke qenë se patëm shumë pika takimi në teori që ju keni realizuar, shpresoj se do kemi tema të tjera. Dhe një gjë tjetër, më ka bërë shumë përshtypje, sidomos tek ky libri, s'mund të lija pa e thënë, tek libri Këndvështrime të reja, vizioni i ri në punë me adoleshentët, bibliografia e pasur të personaliteteve të ndryshme,
pjesën më të madhe të cilit i kemi autor të cilët i kemi të dashur të dy palët. Duke filluar nga figura politike, te figura shkencore, te figura psikologjike, letrare, të jetës së përditshme, unë ju falenderoj. Kënaqësi që isha në këtë jetë me ju. Unë jam i hapur për të organizuar edhe emisione, po edhe gjërat e tjera së bashku për të ndihmuar. Dhe them që e kam gjetur pikërisht njeriu në dur për të realizuar këtë. Faleminderit. Jo më kote bëm këtë emision. E nisëm me shprehjen e Umberto Ecos, por gjithmonë do të vëm theksin tek mendimi, ashtu sikurse e ka thënë Hannah Arendt. Njerëzimi, kur braktisi mendimin, prodhoi masakrat më të rënda të luftës së dytë botërore. Kjo ishte në thelb mendimi tek letërsia dhe letërsia e lidhur më pas me sjelljet agresive, sjelljet kriminale tek adoleshentët, ndoshta ishte vetëm një syth emisioni, një syth trajtimi të fenomenit për të hapur më pas emisione në vitin 2026, emisione më të gjëra lidhur me këtë çështje që sot është në thelb të diskutimit të madh, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë, edhe në botë. Sot shumë studiues pyesin, cila është ardhmja e letërsisë, por më saktë ne duhet të pyesim se cili është raporti i saj me lexuesin e ri. Siç dihet, roli i letërsisë nuk varet nga mënyra se si shërbejmë ne për ta përhapur librin, por tek mënyra se si nxisim nxënësit për të shkuar tek letërsia. Siç dihet, ajo është e lidhur me mitin, me historinë, sepse pa mitin, kthimi prapa është i pamundur dhe pa historinë, miti është vetëm një skelet që nuk mund të mbijetojë. Sot letërsia është e lidhur me sistemin ton nervor, pasi poezia është jeta jon emocionale, thon studiuesit. Proza është përmasa jon shoqërore, eseja është aftësia jon për të ndikuar në shoqëri dhe teatri është pushteti ynë për të paraqitur atë që jeta na paraqet gjithnjë dhe më tepër përpara syve. Përse lexojmë sot Balzacun, Hugoin, Dostojevskin? Përse vim deri tek autorët e ditëve të sotme? Përse ne vijojmë të lexojmë Migjenin, lexojmë Naimin, lexojmë Kadaren? Sepse duke u nisur nga historia e kohës dhe e vendit, të gjithë këta autor arritën të ndërtonin një mit që mbetet i pandryshuar, edhe pse kushtet e jetës kanë evoluar, ashtu si njeriu që mbetet i pandryshuar qysh prej kohës kur ne kemi filluar ta njohim shpirtin njerëzor në veprat letrare dhe ta përshkruajmë atë. Ndaj ka një vlerë shumë të madhe lënda e letërsisë dhe mbi të gjitha se si jepet ajo në shkolla. Në lëndën e letërsisë mësuesi ka të gjitha mundësitë të realizojë të nxënit e dallimit të shumë fisht, të nxënit të nocioneve ose të koncepteve, të nxënit të parimeve, lidhjen e nocioneve sipas lidhjes së përhershme dhe të qëndrueshme, veçanërisht në punët me shkrim dhe në ese. Në punët krijuese, nxënësve u kërkohet të jenë krijues, gjë që nuk mund ta ketë shumica e nxënësve. Vetëm pak nxënës, shumë pak mund të jenë krijues. Objektivi minimal për punët krijuese duhet të jetë që nxënësit të shprehen qartë dhe me vërtetësi. Në shumicën e punëve krijuese mungon pikërisht vetvetja e nxënësve. Kjo është edhe për orientimin e gabuar dhe kërkesat maksimale që kanë nganjëherë mësuesit. Në dokumentin e Ministrisë së Arsimit të Danimarkës nënvizohet se qëllimet e lëndëve të shkollës janë që nxënësit të zhvillojnë aftësinë për të shprehur veten me shkrim. Padyshim është lënda e letërsisë ajo që ka një peshë të rëndësishme në këtë mision të shkollës. Ndaj për këtë ne do të flasim sot në këtë pjesë të dytë të emisionit Auditor Arsimi. E pra të dashur miq, në këtë pjesë të dytë të emisionit, unë fakt kam kënaqësinë që të kem një nga specialistët më të mirë që ne kemi sot në sistemin ton para universitar dhe universitar që e njeh kaq mirë mënyrën se si mund të jepet letërsia në shkolla dhe vlerën e letërsisë. Dhe ai është doktor i shkencave Lirim Sulko. Jep mësim në shkollë të mesme, por gjithashtu është edhe pedagog në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Profesor Lirimi, faleminderit, sepse unë kam gjithmonë kënaqësi kur ju kam të ftuar në studio, sepse ju arrini ta rrokni në të gjithë gjerësinë dhe thellësinë problematikën që ka sistemi ynë arsimor, por në veçanti që lidhet me lëndën e letërsisë. Pyetja qendrore është si jepet sot letërsia në shkolla? Kemi ne perceptim
të gabuar, që ka diçka që nuk shkon me tekstet, nuk shkon me mënyrën se si zbërthehen këto tekste dhe japin mësuesit mësim në shkolla për nxënësit që ata i largohen letërsisë, apo ka të bëjë me një kulturë tjetër përtej shkollës? Të gjitha pyetjet që ju parashtruat, një radhë parë unë ju falenderoj për gjithë prezantimin që më bët, është kënaqësi për mua të jem në këtë emision, një emision që kontribon ose nuk është se kontribuari në çështjet e arsimit shqiptar. Të mos harrojmë se arsimi, të gjithë e dim, teorikisht të gjithë e themi, është ajo kolona shumë e rëndësishme e një shoqërie, por një kolonë kaq e rëndësishme e një shoqërie që tashmë ndoshta ndodhet dhe ajo në efektin e inercisë, dhe ku them të inercisë të një shoqërie, siç është e gjithë shoqëria jonë, që në inercinë e saj duket sikur ka marrë një rrugë jo të mirë, pra ka marrë një tatëpjetë dhe bashkë me të kam frikë edhe arsimi. Dhe s'ka se si tjetë ndryshe, në qoftë se nuk gjenden element të tillë, vlera të tilla, siç është dhe ky emision që të kontribojnë dhe nuk reshin se kontribuari duke shtruar problematikat. Vetëm që veshët duhet të jenë më shumë për të dëgjuar, mendjet duhet të jenë më të hapura për ta kuptuar dhe për të që ato mesazhe që nxjerrin, që dalin nga ky emision, po pse jo, edhe nga domene të tjera ku ende vazhdon të mbahet e gjallë ajo frym për ta ruajtur shoqërinë nga rutina institucionale, nga shprehia individuale, nga inercia shoqërore, dhe që të mundem që gjërat të vinë dhe të përmirësohen. Unë kam një postulat që thuhet e keqja bëhet vetë, e mira do vullnet, e mira do vullnet, do dije, do fuqi, do kontribut në fund fare. Dhe pikërisht këtu do të lidhem drejt për drejt me letërsinë. Letërsia, por dhe gjuhësia, bashkarisht, gjuhësia dhe letërsia, është një vend shumë të rëndësishëm, fakt, për hir të vërtetës, për sa i përket orëve në dispozicion që kanë nëpër gjimnazet tona, do ta nis nga gjimnazet në fillim, dhe duke qenë që ato është një vend shumë të rëndësishëm, gjithmonë mendojmë a është duke e patur ajo të njëjtin funksion. Dhe nëse nisemi nga një dhënë kaq faktike, maturantët tanë në atë provimin e maturës shtetërore në matematikë dalin shumë herë më mirë se sa në letërsi. Pra letërsia nxjerr në atë provimin që bëhet në fund fare, që bëhet ai vlerësimi i maturantëve, nxënësit në maturën e gjuhës shqipe dhe të letërsisë dalin më dobët, madje edhe më dobët se gjuha angleze. Po, keni bërë në një analizë, profesor, përse ndodh kjo? Mos ndoshta nga që letërsia është më subjektive për të vlerësuar dhe mund të ketë, si thua, nuk është gjetur akoma ai lloj parafrimi në mënyrën se si e lexojnë korrigjuesit, në mënyrën se si shkruajnë dhe japin mendimin e tyre të rinjt, mënyrën se si formulohen tezat që mund të jenë jo shumë formuese, por të jenë më tepër informuese, pra që të kërkojnë disa detaj. Pra, nuk e di, a është bërë kjo lloj analize? Të gjitha këto janë, për sa kohë nuk shkohet, nuk ndërtohet gjithçka me profesionalizmin e dur. Nëse ka një gjë më të saktë, ajo është letërsia, ajo është arti. Jo më kot thuhet, e vërteta ekziston në sken, e vërteta ekziston në art, sepse arti në përgjithësi dhe letërsia në veçanti është i tillë i cili nuk lë vend për hamendësime, sepse paradoksalisht, ne për shembull, lidhemi konkretisht, futemi në gjuhësi, dhe në gjuhësi themi, po, gjuha, ndërtohet mbi bazën e 2 ligjërimeve, ose 2 masiveve ligjërimore, të folurit dhe të shkruarit, ose ligjërimi bisedor dhe ligjërimi libror. Dhe pastaj futemi në 4 stilet funksionale, ku ligjërimin letrar ne e reduktojmë thjesht në një stil funksional të ngjashëm me stilin administrativo-politik, tekniko-shkencor, ndërkohë që letërsia ka ligjërimin e saj. Ligjërimi letrar është një ligjërim me imazhe. Duke qenë që është një ligjërim me imazhe dhe nga vetë natyra, që imazhet ekzistojnë edhe për së brendshmi, ekzistojnë të vëzhguara edhe për së brendshmi, për përjetueshmëria bëhet e dukshme, atëherë aty nuk ka vend për dyshime. Dhe kur unë them nxënësve, pasi kam mbaruar romanin Skënderbeu, kënjë më mirë, babin apo Skënderbeu? Gjithë thonë Skënderbeun. Pasi kanë lexuar romanin Zonja Bovary, për kompensim kjo. Kënjë më mirë, mamin apo Bovarin? Emën. Bovarin thonë, sepse i din të gjitha çka ka menduar dhe çka ka ndjer Bovaria. Sepse kjo dhe fakti që ne na ndodh kjo gjë, sepse ne nuk i qasim i letërsisë me atë quhet fondamenti i saj. Kush është fondamenti i letërsisë, ashtu si dhe i gjuhësisë, në një aspekt, po të ndalemi pak tek letërsia. Fondamenti i saj është filozofia e saj, estetika e letërsisë. Pra, estetika e letërsisë, të paktën 3 estetikat që kanë dominuar artin letrar
estetika e Aristotelit, pra ajo e imitimit që nga antikiteti e pak deri në shekullin e 18 dhe fillimi i shekullit 19, estetika e Kantit që ka dominuar të gjithë modernizmin dhe estetika e Nietzsches që dominon postmodernizmin si drejtim letrar. Në momentin që dhe për hir të së vërtetës, duke qenë që në tekste, për të kthyer drejt për drejt në tekste, tekstet fillojnë me një ose dy mësim që janë teori letërsie, ku thotë ç'është letërsia. Letërsia është trillim letrar, çfarë funksioni ka ajo? Ka funksion estetik, cili është qëllimi i saj përjetimi artistik. Thuhet vetëm kaq dhe por ama në të treja këto estetika, përkufizimet duhet të ishin të ndryshme, sepse kur thua ç'është letërsia, në estetikën e Aristotelit letërsia është imitimi i realitetit, por kur thua në estetikën e Kantit ç'është letërsia, atëherë letërsia është analogji që funksionon si një botë autonome në raport me botën e reale. Kurse nëse thuan për estetikën e Nietzsches ç'është letërsia, letërsia është një art formal, është formë, është lojë formale, ku imazhet në mënyrë të natyrshme zgjerohen automatikisht me njëri tjetrin, në raport me njëri tjetrin. Në këtë kontekst tani, duke qenë që pra kjo gjë nuk parashtrohet. Ligjërimi pra thashun që ligjërimi letrar nuk konsiderohet si një domen i veçantë në shkollën tonë, madje edhe ligjërimi i medias për shembull, ne nuk e konsiderojmë ligjërimi mediatik. Madje ne disa koncepte të ligjërimit mediatik ja veshim ligjërimit të zakonshëm, ligjërimit të përditshëm. Pra, përditshëm, por që në fakt ngatrojmë atë që vjen si formë e përditshme, por ndërkohë që ligjërimi mediatik apo ai publik duhet të jetë rreptësisht i ndërtuar. Domethënë që nuk të lejon ai të dalësh nga kodet, normat e ndërtimit, por duke sikur vjen në një formë ligjërimi bisedor dhe ne ngatrojmë atë bisedorin me komunikimin publik. Dhe nisur nga fakti tani që ne kemi problem që nuk e përkufizojmë ligjërimin letrar dhe nuk tregojmë cili është dallimi midis ligjërimit të përditshëm dhe ligjërimit të shkruar ose ligjërimit shkencor që themi ne. Ndërkohë që kemi thënë që ligjërimi letrar është një ligjërim me imazhe dhe ndërkohë që kemi specifikuar se çfarë është bota e imazheve, sepse letërsia është një botë me imazhe, atëherë natyrshëm pastaj shkojmë tek estetikat dhe formsojmë teoritë përkatëse. Këto gjëra mungojnë. Në momentin që këto gjëra mungojnë në tekstet tona, të trajtuara në këtë formë, pastaj ato kanë dhe një problem tjetër që për çdo autor pastaj nuk tregohet mbi stilin estetik. Nëse do të flasim për Balzacun, Victor Hugo, Katedralja e Parisit, ajo është ndërtuar mbi i përket si drejtim letrar romantizmit, por është ndërtuar mbi estetikën mimetike të Aristotelit. Ama po kaluam dhe do të bëjmë Uliksin e Joyce-it, për shembull, ai është ndërtuar mbi estetikën moderne të Kantit, por të kalojmë në autor të tillë si Umberto Eco, që kemi këtu përpara, ose sepse po lexoj atë citimin e Umberto Eco, sepse është realisht një mesazh shumë domethënës, ndoshta unë do t'i kthehem një dy momente ose një dy termave kyç që shoh aty në një moment caktuar, por nuk dua ta mbaroj arsyetimin që kam nisur. Pra, në kohë që ne do flasim për artin letrar, për shembull të Borgesit, ose pse jo edhe të absurdit, të Camus, apo pse jo edhe të Kafkës, ekzistencializmin të përgjithësi, ne jemi të detyruar të referohemi estetikës së Nietzsches, sepse ata krijojnë botë më vetësishme që zgjerohen automatikisht nga njëra tjetra, duke qenë që këto gjëra nuk ekzistojnë në këtë formë, por në mënyrën se si është ndërtuar pra teoria, sepse jemi tek njërat prej degëve të shkencës letrare, që është teoria. Duke kaluar nga teoria pastaj dhe duke u përqendruar tek teksti, tek fragmentet ose tek teoria, materialet teorike dhe pastaj dalin tek fragmentet ku zhvillohet ajo quhet fenomenologjia e të lexuarit. Edhe fenomenologjia e të lexuarit me 4 rubrikat e veta, që ka çdo fragment që është reflektimi për kuptimin, reflektimi për interpretimin, reflektimi për strukturën, reflektimi për gjuhën dhe stilin, për hir të vërtetës i kam parasysh të treja këto estetika, sepse kur futet ai tek reflektimi për kuptimin, më së shumti kërkon ta shoh veprën letrare si diçka që lidhet me realitetin. Kur ti me kohën kur është shkruar vepra, kur ne trajtojmë
konfliktin e madh, këndo hyne shmënin e Akil Pelidit, apo jo, dhe debatin që e kishte, mërzin që e kishte në përballje me Agan Menmonin, konflikt midis tyre nuk është konflikt thjesht midis dy personave, por është konflikt midis dy epokave, po përndon epoka e primitivitetit, e heronjve, dhe po vjen epoka e aristokracisë sklavpronare. Prandaj tensioni është aq i ngjeshur dhe prandaj poema nis në këtë kontekst. Dhe këtu estetika e Aristotelit ne na ndihmon për të shkuar te kuptimi, madje edhe tek interpretimi për ta sjellë në aktualitet. Dhe ne mund të themi, po, a mund të ketë kuptim që të ketë një Promete, po nuk pati një Zeus tiran? Sigurisht që s'ka kuptim. Atëherë, kjo është universale, kjo është e vërtetë sa e gjithë bota, dhe këtu është e bukur e letërsisë pastaj që e ndihmon studentin, e ndihmon nxënësin që të ndërtojë ato analogjit kreative midis epokave. Pra e merr një të vërtetë në një epokë 2600 vjet përpara dhe e sjell në një kontekst. Pra, nëse ke tiranin, nuk ka rrugë tjetër, duhet heroj, duhet një Promete. Bota do ndërtohet në një mënyrë të tillë. Tani ai Prometeu, kur kemi Zeusin, ai bën revolucione shkatruese apo bën revolucione në thonjza evolutive? Pra është ai i rebeluar, se si thonë kemi nevojë sot për njeriun e rebeluar që nuk po rebelohet dhe nuk po rebelohet edhe sjell pasaj ato revolucione të cilat janë shkatruese dhe na lënë në nivelin zero. Profesor, unë fakt po u dëgjoja me shumë ëndje dhe po mendoja, po krijoja një lloj imazhi, po futesha në klasën tuaj dhe unë mendoj që ju kështu e jepni letërsinë, edhe në qoftë se nuk e mundsojnë tekstet këtë lloj lidhje që ju bët, ju vetua formësonin në këtë lloj mënyre analizat nxënësve tuaj për të shkuar te thelbi i letërsisë, sikurse thatë në fillim. Po sa arrin t'ju thithin, t'ju kuptojnë, sa janë të interesuar dhe si arrini t'i bëni për vete edhe atë kontingjent nxënësish të cilët vinë nga një sistem 9-vjeçar, por që një pjesë e mirë nuk janë afruar kështu letërsisë. Si bëni ju? Apo, si thua, do rrim gjithmonë tek ajo që thot Jungu, që letërsia e mirë dhe lexuesit do t'i ketë gjithmonë të pakët, sepse sa më e thellë të jetë një vepër arti, sa më e thellë të jetë një vepër e letërsisë, aq më i kufizuar do të jetë rrethi i lexuesve dhe atyre shijuesve. E bukur është që letërsia është art dhe mësimdhënia është art. Pra, dy gjendje artistike, dhe pse është art mësimdhënia? Mësimdhënia është art sepse në përputhje me dispozitivin e kohës që ne jetojmë, dispozitivin të dhëna faktike që e ndihmojnë ose e lehtësojnë një fenomen kulture, në rastin tonë arsimin, në kontekstin që ne jetojmë, në kontekstin postmodern, ku pra arsimi masiv ka lindur si e drejt për të iluminuar në kontekstin modern, por ama sot është si një e drejt për të afirmuar. Këto janë dy gjendje shumë të ndryshme. E para është racionale dhe e dyta është iracionale. Pra, ky është gjithë problemi për ta parë qenie njerëzore tani në tërësi dhe për të thënë, po, ka një të vërtetë. E vërteta është pronë e pak njerëzve. E vërteta është pronë e pak njerëzve dhe e vërtetë dhe nxënësit që të vinë, është e vërtetë që vinë pikërisht me atë që quhet common sense. Common sense do thotë që vinë me atë që është e vërtetë në opinionin shoqëror. Pra vinë me opinionin shoqëror dhe opinionin shoqëror ç'na duhen, na prishin punë, jeta ime fillon dhe mbaron te karta e identitetit, edhe sot po kërkohet një dhe më tepër njerëz pa mendim, edhe shoqëria njerëzore po shkon në këtë lloj krize, siç ka thënë Hannah Arendt, po braktis mendimin. Edhe Umberto Eco, paka shumë e thotë, ja ku thotë, por desha të nënvizoj se ata të rinj që kryejnë veprime kriminale, që vrasin shokun, që hedhin gur apo djegin, nuk janë bërë të tillë se i kanë prishur moralisht rrjetet sociale, interneti, por sepse të rinjt janë jashtë gjithësisë së librit dhe atyre vendeve, ku nëpërmjet edukimit dhe diskutimit do të arrijnë një reflekse në një botë vlerash që vjen prej librave dhe që shpihet tek librat. Pra, ideja është kjo botë vlerash tani, që vjen tek librat dhe shpihet tek librat, në kohën që
tani jetojmë, dhe këtu unë përreferojmë një tjetër autoriteti, dhe autoriteti tjetër që na ndihmon që ta ndriçojmë akoma më shumë përmes një asociacioni të lirë që na krijohet në këtë moment. Pra, autoriteti tjetër që më vjen ndërmend është Marcuse me librin Njeriu një-dimensional, dhe thotë një botë vlerash në një shoqëri të tillë ku vlerësohet profesioni dhe teknologjia, ajo shkatërrohet. Dhe një sistem që është ndërtuar në mënyrë të tillë që çfarë edhe dijen që është kundër ta bëj pronë të sistemit. Dhe këtu po duam shkojmë edhe te koncepti i Foucault, pushteti dhe dija, e vërtet sa gjithë bota, çdo pushtet kërkon dijen që i shërben atij pushteti. Dhe kjo është një marrëdhënie simbioz midis pushtetit dhe dijes në çdo kohë dhe në çdo rrethan. Atëherë është detyrë që shkolla ta jap të vërtetën për te këtij dimensioni që kërkon rutina e institucionit shkollor. Sepse rutina e institucionit shkollor na mëson me ato shprehit tona të përditshme dhe kjo mjafton. Por në qoftë se do të dalësh, ti do të kesh një përballje, sepse e vërteta, gjithmonë them, në shpron e pak njerëzve, e vërteta nuk vjen nga shoqëria, e vërteta është në natyrë doktrinare. Doktrinare, siç thuhet, kur thuhet çfarë është letërsia, thuhet në fillim të letërsisë së klasës së 10, është pikërisht ajo ka në qendër njeriu dhe botën, dhe jo shoqërinë. Pra, dhe këtu ne mund ta ripërkufizojmë dijen. Çfarë është dija? Ose si mund ta përkufizojmë në dijen? Dija nuk mund të ketë jetë e shkëputur nga shoqëria. Për më tepër ajo nuk mund të jetë e shkëputur nga njeriu dhe bota. Pra, në rafshin shoqëror, dija është folje, vepron. Dija nuk mund të jetë e shkëputur nga shoqëria. Ndërsa në rafshin doktrinar të njeriu dhe botës, dija është koncept, është emër, nuk mund të ketë jetë pa njeriun dhe botën. Në këtë kontekst, vetëm që du ta mbyllim, sepse ndoshta e zgjatëm shumë. Ju dëgjoj me shumë ëndje. Ju falenderoj, po ta bëjmë të qartë edhe për audiencën. Ajo që doja të thosha unë është pikërisht fakti që mësimdhënia tani duhet ndërtuar në një mënyrë të tillë që sepse ne kemi atë mësimdhënien performative bazuar te kurrikula me kompetenca. Por ne asnjëherë në shkollën tonë nuk kemi mundur dot të ndërtojmë një taksonomi, pra një dallim formal midis performancës dhe kompetencës, pra dhe cila, si çdo taksonomi, e ndihmon më shumë procesin e njohjes dhe e nxit procesin e nxit që shpejtësinë e mendimit dhe na bën që ne ta kemi më të qartë objektin për të cilin njohim. Pra, ndërkohë që ne e kemi futur këtë, ne kemi trajtuar edhe kur kemi folur për PISA në këtë moment, e kemi futur këtë, kjo ka ngelur pothuajse e përvetësuar dhe e pa shpjeguar në shkollat tona. Dhe duke u ndërtuar mësimdhënia në një formë të tillë, pra me modele të vjetra, atëherë ajo i hiqet ajo që thamë ne, nuk i përgjigjet artit. Pra, letërsia është art, mësimdhënia është art. Atëherë, çdo me thënë që mësimdhënia është art, atëherë mësimdhënia do të jetë egzaltuese. Pra, ajo do të ketë intensitet dhe vërteta do të vijë me forma që shfaqen në forma nga të gjitha anët. Pra, e vërteta që i vjen me larmi formale. Një vërtet që vjen me larmi formale, që nis me teorinë e letërsisë, që kalon tek historia e letërsisë, po jo tek ajo historia mediokre e letërsisë, por tek ajo historia që ti thua, iluminizmi dhe romantizmi, të dy janë bashkë, të dy kanë ndërtuar revolucione, një revolucion shoqëror, tjetër revolucion letrar. Por çfarë i bën bashkë? Iluminizmi është racional, racionalizmi është irracional. Çfarë i bën bashkë? Njëri përqendrohet te arsyeja, tjetri tek ndjenja. Pra, kur ti ja përqas komplementaritetin midis tyre, pastaj pozitivizmit dhe realizmit, absolutizmit dhe modernizmit, dhe sidomos kur ti je detyruar të shpjegosh një letërsi siç është letërsia shqiptare e periudhës komunizmit, ty të duhen këto lloj dimensionesh ideologjike, sepse ke mundësi të shikosh se si në një kontekst marksist-leninist, ideologjia shtrohet një praktik letrare që i shërben Partisë Punës, që ishte asaj kohe. Sot në emisionin Auditor Arsimi do të sjellim një pjesë nga intervista me Dr. Mininger, shkrimtar, pedagog dhe rektor i Universitetit Amerikan në Bullgari. Ai ka qenë profesor i filozofisë dhe i letërsisë krahasuese në disa institucione akademike, përfshirë Universitetin e Bolonjës.
Dr. Mininger ka mbrojtur doktoraturën në letërsi krahasuese në Universitetin e Minnesotës. Ka studiuar në Universitetin Humboldt dhe në Universitetin e Lirë të Berlinit. Le të ndjekim opinionin e tij mbi vlerën e letërsisë në edukimin e të rinjve. The age in which they can speak all the way up through their graduation from high schools. Letërsia, edukimi me të në shkollë ka një vlerë të madhe. Nxënësit që janë në moshën në të cilën mund të flasin deri në diplomimin e tyre në shkollë të mesme, do t'u sugjeroja lexim të letërsisë për çdo grup mosh, por edhe lexim të kryeveprave. E këtë e them edhe si profesor i letërsisë krahasuese. Edhe mendoj se është thelbësore që nxënësit të lexojnë letërsi për një numër arsyesh të rëndësishme. Duhet të them sapo diskutuam rëndësinë e rrëfimit të historive në përgjithësi. Pse kjo është bindëse dhe e rëndësishme? Por një arsye tjetër, letërsia si e tillë është e rëndësishme në shkolla. Nuk është vetëm për të zhvilluar një ndjenjë të rrëfimit të historive, por edhe për të njohur vetveten, ose për të zhvilluar dhe njohur mirë gjuhën. Ky fuqizim është me të vërtetë thelbësor në një botë moderne. Por unë mendoj se të tregosh histori, të lexosh histori si nxënës, pra të lexosh letërsi do të thotë që po mëson të vendosësh veten në këpucët e të tjerëve. Studimi i letërsisë të forcon empatinë, të kuptuarit se si jetojnë njerëzit e tjerë, dhe pavarësisht nëse këto janë pozitive, negative, tragjedi, romanca, çfarë do që të jenë, kjo është një aftësi shumë e rëndësishme dhe sidomos sot, kur jetët tona po dominohen nga teknologjitë e inteligjenca artificiale, që në fakt nuk kërkojnë që ne të empatizohemi menjëherë me asgjë, por na japin përgjigje të pareflektuara. Mendoj se është edhe më e rëndësishme që këto aftësi shumë themelore njerëzore të mësohen në shkolla, që ato të kultivohen tek të rinjt, në mënyrë që të kemi të rritur reflektues, etikisht të sofistikuar dhe të aftë shoqërisht për të krijuar shoqëri. Dhe letërsia kontribuon në këtë. Le të themi edhe studimi i saj kontribuon në këtë gjë. Profesor, në kohën që ju po flisnit për mësimdhënien që është artë, se si ajo duhet ndërtuar në orën e mësimit, mua më vinin në mend fjalët e Albert Einsteinit, i cili këtë ka thënë që ne duhet japim liri mësuesit në orën e mësimit, që ai ta kthejë në artë mësimdhënien. Mësuesit janë artistë, dhe po nuk e bën mësimin me artë, ne nuk do kemi nesër një brez të mirë formuar, por mbi të gjitha një brez të përgjegjshëm për fatet e veta, por dhe për fatet e shoqërisë ku ata kontribojnë. Dhe desha instinktivisht ju pyesja që do kemi kaluar të dy nëpërmjet një leximi të Einsteinit, edhe prandaj më përfytyroi kjo gjë gjatë kohës që ju ishit duke folur. Unë, profesor, kam bërë re që në një pjesë të teksteve të letërsisë, natyrisht jo të tëra, ne kemi edhe tekstet mira, ka mënyra se si organizohen pyetjet për të zbërthyer veprën dhe për ta çuar tek diskutimi nxënësin. M'janë dukur si pyetje të mbyllura, shpeshherë edhe analizat që janë bërë nga mësues kur më është dashur të jem në klasa, ti ndjek, disa diskutime të mbyllura, çdo të thotë për mua të mbyllura, të mos ngacmoj mendime plurale të nxënësve. E afron kjo lloj letërsie, këto lloj tekstesh që janë sot mendimin plural? Apo nuk është faj tekstit, po është faj prap mund të dalim të një pjesë e mësuesve që ju thatë, pavarësisht se ne kemi hyrë në një fazë të një kurikule me kompetenca që duhet na çojë drejt një formimi të mendimit kritik të nxënësve, ne kemi ca metoda të vjetra të mësimdhënies. Nuk di. Të gjitha janë të vërteta, por ajo që është, mendoj unë, nëse do të qëndrojmë vetëm tek teksti, se pastaj problemi i mësimdhënies, i mësuesve, i dijes, mund ta trajtojmë një moment, nëse do qëndrojmë tek teksti, pra jo, tek teksti, di pse dua të qëndrojmë vetëm tek teksti kësaj radhe, sepse ne rolin e mësuesit do ta marrim dhe kur bëjmë një emision tjetër, sepse do të marrim në analizë rezultatet e PISA-s që janë bërë së fundmi, por dua të dalim te teksti sepse pyetja e radhës ka të bëjë me ndryshimin dhe prandaj se ndoshta minutat na fluturojnë, të lidhet edhe me nevojën që është përpara sistemi ton arsimor për ndryshimin e teksteve në kuadër të hapjes së grup kapitujve të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe në kuadër të këtij procesi drejt Europës do kërkohet edhe një ndryshim i teksteve. Prandaj dua të ndalem vetëm, sot dua vetëm tekstet kemi në fokus.
tekstet që janë sot, mendoj unë, që duket sikur është një mendim i përgjithshëm, të cilët vërtet janë përgatitur nga njerëz që ndoshta kanë kontribute në fushën përkatëse, në fushën letërsisë, në fushën e gjuhësisë, por ajo që kam menduar është i para që mungon ky lloj fundamenti. Pra, teoria e letërsisë nuk e ngërthen brenda vetes fundamentin e estetikës letrare, elementi ligjërimor, pra e pothuajse ka përjashtuar fare dhe flet për stil funksional dhe nuk flet për ligjërim të letërsisë artistike, dhe pastaj historia e letërsisë, që është fusha tjetër e rëndësishme, ajo bie në një histori ngjarjesh dhe nuk është një histori e cila tani historia, ngjarjet dhe datat aty janë. I gjithë problemi është të shikosh se cilat është tendenca, fryma, se si kalohet nga njëri brez në brezin tjetër, sepse çdo gjë që ndodh është ngjarje. Pra, nëse do ta shikojmë historinë e letërsisë, duhet ta shikojmë në përputhje me atë që ka qenë ajo tendenca, ajo fryma e brendshme, e cila ka bërë të mundur që të ndodhin këto ngjarje. Pra, se si ka kaluar thash nga njëri brez tek brezi tjetër. Pastaj aspekti tjetër është aspekti i kritikës letrare, që është dega e tretë e shkencës për letërsinë, aspekti i kritikës letrare pastaj ngelet duke qenë shkëputur nga këto të dyja, ngelet më shumë evaziv, ngelet i përgjithshëm dhe kalohet pastaj drejt për drejt tek fragmentet dhe tek fenomenologjia e leximit, që thashun janë këto 4 rubrika që në pamje të parë respektojnë të treja këto estetika, estetikën e Aristotelit, mimetizmin, estetikën moderne të Kantit dhe estetikën postmoderne të Nietzsches, por që duke qenë që këto gjëra nuk janë të trajtuara paraprakisht, kjo i bëhet një barë mësuesit, shpeshherë është ajo pastaj që do të përfundojnë ato përgjigjet e mbyllura, në ato përgjigjet pa përgjigje, edhe që do dalim në ato që thamë pastaj që jo po bovaria mund të jetë kështu, po mund të jetë dhe kështu. Bovaria është dhe heroin, më falni për shprehjen, por është dhe lavire, sepse tradhton burrin e saj dhe shkon me 2-3 burra të tjerë. Atëherë do ta shikosh këtë si vepër letrare, sepse jo më kot. Flauberi e fitoi gjyqin e vet, pikërisht me termin unë jam Bovaria, tha apo jo? Unë jam Ema, unë jam Bovaria. Në qoftë se do të shkojmë tek majat e letërsisë, që është konkludimi që bëjnë në klasën e 12, për shembull maturantët, ke parasysh ke Dostojevskin, Raskolnikovin, gjeniu i dijes që ballafaqon argumentat, nga njëra anë dija moderne, nietzscheiste, marksiste, dhe nga ana tjetër dija që vjen prej ungjillit, që Sonja i ofron dhe mendon një skenë madhështore, një skenë e jashtëzakonshme, ku çfarë? Një kriminal, një prostitut, në dritë në qiri lexojnë ungjillin, pra veprat jashtëzakonshme që janë dimensione të fuqishme që i vinë. Po prandaj Dostojevski mbajt edhe si babai që themeloi dhe psikologjinë, se mbi veprat e Dostojevskit u krijuan dhe bazat e psikologjisë. Profesor, kemi shumë pak minuta në dispozicion. Me këto që thatë, duke patur parasysh këto ndryshime që priten të bëhen tani, mendohet se do të përmirësohen tekstet? Ky është handikapi i radhës. Po pse do ndryshojnë tekstet, sepse do të futemi në Evropë. Dija nga vetë natyra nuk ka lidhje me rrethanat, nuk është rrethanore. Dija, thamë, është me natyrë doktrinare, ka në qendër njeriu dhe botën. Dija i qasët rrethanës për të kontribuar, për ta ndryshuar atë. Pra, ideja është që ne themi që shiko, tani, me që ishim jashtë Evropë, ne kishim kështu. Tani që do futemi në Evropë, do t'i bëjmë kështu. Nuk mundet, në qoftë se do t'i futemi një gjëje, duhet të ndërtojmë atë që thamë, të ndërtojmë shkencën përkatëse, mënyrën se si ato ndërveprojnë me njëra tjetrën. Nuk mund të jetë dija, kur futemi në Evropë, e bëjmë dijen kështu, atëherë sjellim tek ajo dija që thamë pushteti dhe dija. Por kjo pastaj nuk është më një dije që i shërben realizimit e identitetit, por është një dije që vjen në funksion të pushtetit. Pra, i gjithë problemi është që ne të ndërtojmë dija, një dije e vërtet nga një popull i vogël, nëse ne do ta japim me dimension, mund të jemi një kontribut edhe për Evropën. Ne dimë që edhe Evropa ka shumë probleme. Tani jemi tek Europa. Europian është Umberto Eco, i cili ka shkruar këtë tekst duke patur parasysh të rrethanat dhe realitetin europian. Përpara 10 ditësh në Mosgaboj, në televizionin publik italian në Rai, ishte një kronik e cila thoshte që të rinjt italian po lexojnë gjithnjë dhe më pak. Ata i referojnë gjithmonë në fillim të vitit, bëjnë dhe analizat e një viti që shkoj, dhe rezultonte jo vetëm në Itali, por edhe në Bashkimin Evropian, parat
që ishin shpenzuar për libra ishin shumë më pak dhe nga viti në vit ka rënje. Pra do të thotë që edhe në Europë po i largohen librit. Pra do të thotë që nëse aty ka tekste më të mira, këtu te ne ndoshta ka problem. Mos ndoshta nuk është çështje tekstesh, kjo çështja e largimit. Dhe kjo është pyetja e fundit e largimit të rinjve nga letërsia. Atëherë jemi në kontekstin e kulturës, jemi në kontekstin e hiperrealitetit, pra shumicat e heshtura sipas Baudrillardit tani, Jean-François Baudrillard, filozof i njohur francez, sepse Perëndimi ka këtë të mirë që na jep këto dimensione të shkatërimit të shoqërisë njerëzore, po elitat atje gjithmonë bëjnë kritika dhe i dalin ballë shoqërisë së tyre dhe Baudrillardi në këtë pikë kur flet për shumicat e heshtura, duke parë ato si skandali më i madh i njerëzimit, të cilën dikur në botën paramoderne, tradicionale ishin të shpërfillura, bota moderne kërkoi çfarë, kërkoi të orientonte, të zhvillonte në aspektin ekonomik, politik, por konkludoj një çfarë, ose i veshi ushtar dhe i çojnë në frontin e luftës, ose i veshi me kominoshet, shëmi, kisha dhe xhamia, ose konkludoj në njeriun e sotshëm bashkëkohor ku jeta e tij nis dhe mbaron me kartën e kreditit. Pra, në këtë kontekst, në kontekstin pas dështimit dhe të modernizmit, në kontekstin e sotëm ne jemi në kontekstin e postmodernizmit dhe pikërisht ku shumicat e heshtura jetojnë një botë hiperrealiste. Çfarë është hiperrealiteti? Hiperrealiteti është një botë që nuk ka më modele mendore. Nëse ti thua, po kjo është problem, ça? Jo, problem ke ti që e mendon. Pra, e gjithë problemi është tek mendimi. Pra, sot, po shkolla çfarë kërkon? Shkolla kërkon të formojë modele mendore. Këto modele mendore që të përballen me shoqërinë. Por kështu ka qenë, ndoshta kështu është dhe kështu do të jetë. Pse? Sepse njerëzit e dijes, po të shikojmë edhe sot në shoqërinë, madje edhe në këtë shoqëri hiperrealiste që ne jetojmë sot, që pretendon sikur bazohet tek dija dhe tek dimensioni i dijes, ne shikojmë që njerëzit e dijes gjithmonë më pak janë të pranishëm në shoqërinë e sotshme. Vetë njerëzit e dijes janë të dobët, jo më të ndihmojnë ata të tjerët që duan të bëhen të ditur. Duke qenë që shoqëria ka këtë lloj marrëdhënie me dijen, atëherë raporti me dijen është raport që e kanë pak njerëz. Dhe i gjithë problemi është a jemi të dobët dhe duhet të dorëzohen njerëzit e dijes? Problemi është që jo, mund të jemi të brisht, por jo të dobët. Dija jo të na bëjë të dobët, por dija të jetë dobësia jonë. Ne du luftojmë për dijen, sepse dija na shpihet tek e vërteta. Profesor, ju i keni vënë pikën, nuk kam bukur këtij diskutimi, po unë ju kam ndjekur sepse ju çmoj jo vetëm për thellësinë e mendimit, për përgatitjen tuaj të gjerë, por mbi gjitha për pasionin, sepse si thuhet ndryshimet e mëdha dhe veprat e mëdha kanë ardhur nga njerëzit e mençur, por mbi të gjitha kur forca e mendjes është bërë bashkë me fuqinë e pasionit. Gjithë kryeveprat në botë dhe gjithë ndryshimet në botë kanë ardhur nga njerëz të cilët i kanë pasur këto dy cilësi dhe përtej këtyre dy cilësive kanë patur dhe guximin. Edhe unë e çmoj edhe guximin tuaj se është guxim në këtë kohën e sotme ku shumë pak njerëz flasin dhe sidomos në media duke qenë brenda sistemit për të folur për problemet brenda sistemit, guximi është një cilësi shumë e lartë dhe ndryshimet i kanë sjell pikërisht njerëzit e guximshëm. Jeni modeli më i mirë për tu marrë. Unë them që janë me fat edhe nxënësit dhe studentët që ju kanë auditoret e tyre, por edhe ne jemi me fat që ju kemi pjesë të auditor arsimit, por edhe miq që ndaj mendimet e ngjashme. Që kështu unë ju falenderoj për mesazhet që përcollët sot. Faleminderit. Ishte vërtet kënaqësi e pra të dashur miq. Ne vërtet diskutuam mbi problemet në të dyja pjesët, për letërsinë, problemet e teksteve, problemet e mësimdhënies, por gjithsesi vazhdojmë të mbetemi tek një problem që nuk po ngushtohet, por po zgjerohet, nuk po zvoglohet, por po thellohet, që është interesi i të rinjve për leximin, interesi i të rinjve për mendimin. Gjithmonë na vjen si një këmban alarmi studimi i Hannah Arendtit. Bota prodhoi luftën e dytë botërore, pikërisht se njerëzimi braktisi mendimin. Këmbanat e luftës dhe ndryshimet që ne po flasim sot për rendin e ri, pikërisht po tregojnë që pjesa më e madhe e njerëzve, po sidomos e brezit të ri, kanë braktisur mendimin. Çfarë do të ndodhë? Ne për këtë jemi hap pas hapi në emisionin Auditor Arsimi, sepse fundit edhe zgjidhjet dhe idet vinë nëpërmjet arsimit, sepse është dija ajo që i ofron dhe i jep fuqi edhe politikës për ndryshim, por në fundit prap do themi, varet në ç'duar do të bjerë fuqia. Ky ishte mesazhi që ne deshëm të përcjellnim në këtë emision me dy pjesë sot në Auditor Arsimi. Miru takofshim të enjten e ardhshme.